as mend, sepse duke qenë ma gjatë në kuvendun e kom pa rrjedha si ka shku dhe se cila parti që ka synuar ta ketë qeverin është angazhuar maksimalisht në afat të shkurta kohore të zgjidhet këto çështje, dhe qoftë çështja e zgjidhjes së kryeparlamentarit ose parlamentarës, po dhe me pas procedurat për zgjedhjen e qeverisë. Ne nuk po shohim ndonjë angazhim, përkundrazi po shohim që po ju pëlqen kjo blokadë që sjellem, vinë thjesht, kryeministri në detyrë vjen, voton për kandidatën për kryeparlamentar, me pas kthehen në detyrën e qeveri, marrin vendime, shkelin ligje, shkelin kushtetues. Nuk e di se si do t'jetë, ende jemi në pritje të një vendimit të gjykatës kushtetuese të cilët ende që kanë përgjigj kërkesës sonë. Ndoshta duhet të ketë ndërhyrë edhe nga presidentja pikërisht për kufizimin e afatit kohor që mundet me shfrytzu një parti politike për zgjedhjen e kryeparlamentarit, sepse vërtet s'ka kuptim. Në këtë formë po hupet imazhi i Kosovës në arenën ndërkombëtare, shifni nuk ka interesim as nga partnerët tanë, as nga ambasadat e akredituar në Kosovë vinë për cilën këtë cirk që po ndodh në kuvendin e Kosovës, dhe të presim një vendim gjykatës kushtetuese, një reflektim të kësaj partie. Megjithatë ju e dini, është keq, ne kemi ofruar alternativa, kemi ofruar zgjedhje, kemi ofruar njerëz, pa asnjë kusht votojmë ndonjë kandidat për kryeparlamentar të lëvizjes vetëvendosje, nuk ka reflektim dhe po përsëritet çdo 48 orë njëjti skenar. Faleminderit edhe për ju.